ligjor edhe në veriun e Kosovës. Dhe ka qenë formë më e mirë, thoni? Ka qenë ajo formë më e mirë se sa kjo forma ka qenë formë dinamike ose agresive? Formë më e zbutur, e cila në kryet cilës kanë qenë ndërkombëtar. Nuk ka qenë politik, do të thoja, ekskluzive e qeverisë Kosovës ose qeverive të Kosovës, sepse ka fillu në kushte shumë trona dhe gradualisht ka shku duke u përmirësu situata, raportet ndërnacionale, lëvizjet në dy anët e lumit dhe tmetat e qeverive të kalume. Unë i pranoj dhe i jam ballafaqu publikisht edhe atëherën me qëllimin e ndarjes së Mitrovicës, me mundësinë e ndarjes së Kosovës, me ndrimin e territorëve. Nuk jam pajtu as atëherë, as nuk pajtuan as sot. Sepse ata që marrin vesh nga politika është problem. Pra, ju po thoni që nuk jeni pajtuar me idenë e Zotit Thaçi për ndrimin, këmbimin Zotit Thaçi nuk ka ide, nuk ka pas. Në veçanti ka marrje hon kur Zoti Thaçi e ka thënë. Shiko, me thonë, ndoshta prapasken edhe nga thëna në të bërë është një mal i tërë. Po megjithatë e thëna nga një person. Nuk e ka thënë dhe nuk e ka propozuar të shtetit dhe nuk kemi asnjë dokument që është miratu dikon. Tani, diskutim për veriun, për Serb, kemi pas na me ndërkombëtarët edhe gjatë luftës. Atëherë po thoni që kjo ide ka ardhur nga ndërkombëtarët? Jo, neve kemi garantu në luftë, edhe mas lufte, që të drejtat e minoriteteve në Kosovë do t'jenë të zbatuara më mirë se sa që janë me ligjet ndërkombëtare. Kjo ka qenë dhe është inkorporuar situash pakon atisarit. Në përputhje me këtë, edhe pakoj atisarit, ju ka dhënë një mundësi Serbët Kosovës për të integru në Kosovë, jo për të shkëput. Dhe nëse bazohemi ne në marrëveshjen e Brukselit, nëse bazohemi në bisedimet e Vjenës, nëse bazohemi në të drejtën e Kosovës, në kufi që i ka pas si krahin autonome atëherë, dhe de facto si shpequin disa titis që po thojnë jemi kanë të panvarun krejt, por ka qenë ndame si territor, atëherë Kosovës me ligjin ndërkombëtar është njoftë e drejta për pavarësi brenda kufive të saj. Dhe vendimet, qëndrimet ndërkombëtare, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të Hagës, që veçujmë në GND, është përvalon mbi të gjitha këto diskutime që i bojmë neve. Ne kemi një garanci të fortë ndërkombëtare sa i përket veriun, kemi garancin e NATO-s që nuk lejon me u fut dikush me forcë në Kosovë dhe ne duhet të prodhojmë politika të interesit Kosovës. Krimi duhet luftohet njësoj si në Prishtinë, si në Mitrovic Veriu, si në Leposavić. Nëse kthehemi retrospektiv, e tëra ka filluar kur është synuar të zbatohet marrëveshja për targat. Nëse na kujtohet kështu. Aty ishte piknisja e gjithçkajt, dolën serbët në veri me barikada, bllokuan rrugët, përplasja me policinë, me KFOR-in etj. Por çfarë kemi parë ne, ka qenë një luftë, një përpjekje e qeverisë Kurti për të vënë rend atje dhe një luftë e brendshme me eksponentët opozitën cilët e kanë kritikuar në vazhdimsi. Tani më thoni, po qëse qeveria Kurti do të kishte një lloj mbështetje të brendshme edhe nga oponentët, nga opozita, a do të ishte më e pranueshme, a do të ishin më të pranueshme veprimet e qeverisë në veri para spektrit ndërkombëtar. Po që se unanimisht do të mbështeteshin ato veprime në veri, si do të shihnin ndërkombëtarët, apo do ishin kaq kritik e kaq
jo pranues ndaj krejt çfarë ka ndodhur në veriun e Kosovës? Shiko, na jemi në pozitë që duhet pranojmë atë që dojnë ndërkombëtarë dhe ato që dojmë, jo ato që dojmë na. Për faktin se kemi marrëveshjet nënshkruar ndërkombëtare. Për faktin se kemi një siguri që se ka kërkush dhe kemi këtë siguri si vend dhe si një vendim të cilin e ka marrë OKB-ja dhe NATO-ja, që e kemi quajt dhe është sui generis. Për këtë arsye, unë s'po them që ne duhet të dorëzohemi, të japim qelsat e Kosovës dikujt që ta prej me gërshan kufit e Kosovës. Askush s'ka pas pretendimet e tilla. Është diskutu, është hap diskutim publik edhe në Kosovë, ka pas ma shumë propagandë se diskutime. Pra thoni që nuk është mëkat le të themi nëse pranohet diskutimi. Jo. Apo nuk guxojnë fare as ta diskutojmë atë çështje. Mas pari, unë nuk e di që ka pas një diskutim për ose kundër në parlamentin e Kosovës. Jo, në parlament asesi. Nuk ka, dhe për këtë arsye po them që ne duhet patjetër me miratu ligjin për referendumet, ngjashëm me atë që ka dhe Zvicra, që edhe në fshatra, edhe në qytete me pas drejt me votu, me bajt referendum për çështje për cilat politika nuk pajtohet. Si të arrihet kjo kur janë disa ligje vitale e që kërkojnë edhe votën e komunitetit sërb? Besoni se do të gjindej një formulë se si do të miratohej edhe ligji për referendumin në këtë konstelacion të kuvendit, me listën sërbe në shumicë brenda. A është e mundshme të arrihet kjo? Tani, unë po them që nga njëherë, ja kom zonë për të madhe dikujt, për shkak do të gjanave që s'm kanë pëlqy. Por na kemi pas situata kur kemi vendos dhe kur ka votu edhe lista sërbska. Komuniteti sërb. Në parlament. Ligjin për fete kemi miratu në kuvend, lexim parë, pa ndaj debat të madh dhe pa kundërshtime. E kemi heq se kemi qitë në lexim dytë për interesa për mu meskine. Por si do qoftë, atëherë ka thirë ambasadori Shëbas, më tha, qa bone që e kalove ligjin. Thash e kryva detyrën time. Thash, bravo të rojë, thash, gjithë është mirë me kry detyrën e vetë. Po tani, me që kalojnë në herën e parë, cilat janë ato interesa meskine që e ndaluan? Edhe është një nga ligjet shumë të rëndësishme për vendin. Ligji për referendumin nuk është i keq as për Serbë. E kuptoj. Ligji për referendumin. Ne bashkia ndërkombëtare që ata gjithnjë kërkojnë diçka në këmbim nëse japin një vot për këtë pakon e ligjeve që janë, ku kërkohet edhe vota e tyre. Është përshtypja që sa herë që votojnë, ata kërkojnë diçka për ta ofruar votën. Nuk e besoj ashtu, por unë jam pak ma shumë në ashta liberal se si duhet, por nga një në politik edhe duhet me bo kompromis. Me qka s'duhet me bo kompromis? Me gjithë shka që llogaritet prishje e integritetit territorial, edhe sovranitetit Kosovës, edhe në shkeljes së kushtetutës, nuk duhet me bo kompromis. Në qovë se bëjmë kompromis, sa i përket një ure me që ma poshta ma nalë, nuk ka nëj problem. Në qovë se bëjmë një kompromis me bo një rrugë ma shumë, një kalim kufitar ma shumë, ku diku i intereson me bo, nuk ka nëj problem. Ky kompromis. Në qovë se bëjmë kompromis për, ku dion, me hap një shkollë të re dikon,
E qartë, por me që përmendet ligjin për fetë se për religionet nuk jam e interesuar të flasim veçanti sonte për atë çështje, nuk ju kam ftuar për atë çështje, po me që përmendet pse nuk e ka kaluar leximin e dytë. Nëse tash më ka kaluar jemi në distancë kohore dhe mund dihen arsyet. Ka një procedurë. A ka patur diçka se thatë për qëllime meskine? Unë nuk di kur gjë, por kundër ligjit për fetë janë edhe komuniteti musliman, edhe bashkësitë fetare thoni janë. Bashkësitë fetare kanë qenë kundër. Po kanë qenë kundër. Dhe kanë arritur bashkësitë fetare që të unë po besoj që lobimi i bashkësive fetare ka ndiku dhe pastaj ndoshta edhe është bisedu në margjina dikon edhe nga lista sërbska ose nga